Dëvishimi I tarifave të çelikut të aluminit të huaj nga presidenti Donald Trump mund të godasë amerikanët në një vend papritur te korridoret e ushqimeve. Njoftimi të premten për një taks marramense prej 50% mbi këto importe nxiti frikën se blerje të mëdha nga makinat e lavatriçet e shtëpit mund të shihnin rritje të mëdha të çmimesh. Me këto metalet janë të kudo ndodhura në paketim, sa ka të ngjarë të kenë një ndikim të madh në produktet e konsumit, qysh nga supat tek nac. Rritja e çmimeve të ushqimeve do të ishte pjesë e efekteve të valzuara, thot Usha Heli, një eksperte për tregtinë profesoresh në Universitetin Shtetëror të Wichitas, e cila shtoi se tarifat mund të rrisin kostot në të gjitha industritë dhe të tendosin më tej lidhjet me aleatët, pa ndihmuar në një ringjallje afatgjatë prodhimit në SBA. Kthimi I Trumpit në shtëpinë e parë ka ardhur me një breshëri me tarifash, me taksat kërcënuara, të shtuara dhe shpesh të hequra, një tërbim kaq të madh sa është vështirë të mbash ritmin. Ai këmbgul se rritja e fundit e tarifave është e nevojshme për të siguruar më tej industrinë e çelikut në SBA. Megjithatë, ky premtim mund të jetë në kundërshtim me premtimin e tij për të ulur kostot e ushqimit. Rritja e çmimeve të ushqimeve, ka thënë Trump, ishte ndër arsyet kryesore pse votuesit morën anën e tij. Një vështrim për rreth një supermarketi e bën të qartë se sa produkte mund të ndikohen nga taksat e reja mbi çelikun dhe aluminin, që nga birra, pijet e gazuara, ushqimi për qentë, kanaçet e fasuleve, frutat, pasta, salca e domates e më shumë. Kjo luan me duart e Kinës dhe të prodhuesit të tjerë të huaj të ushqimit konservuar, të cilët janë më shumë se të lumtur të ulin çmimet e fermerëve dhe prodhuesve të ushqimeve amerikane. Këmbgul presidenti I Institutit Prodhuesve të Kanaçeve Robert Badway. Dëvishimi I tarifës së çelikut do të rrisë më tej koston e mallarve të konservuara dyqanin ushqimit. Thotë se prodhimi nga prodhuesit vendas të çelikut apo të fabrikave të kallajt për teneqen e kanaçeve, produkte të cilat përdoren aty është ulur ndjeshëm vitet e fundit, duke I bërë prodhuesit varur nga materialet e importuara. Kur këto çmime rriten, thotë ai, kosto ju ngarkohet miliona familjave amerikane. E kompanitë ushqimore tashmë po vlerësojnë me kujdes tarifat e administratës përballë rritjes së fundit, të cilët Trump tha se do të hynte në fuqi mërkurën.